Struga e hapi javën e nëntorit, një periudhë e rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Qyteti ynë u mbush me atmosferë festive, me flamuj, me muzikë dhe gëzime. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë qytetarë, mësues, nxënës dhe shumë fëmijë. I pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Strugës, Zotri Mendyqyra, i cili përshëndeti të gjithë pjesëmarrësit dhe vlerësoi rëndësinë e kësaj feste. Fëmijët ishin zemra e aktivitetit, me veshje tradicionale, me buzëqeshje dhe flamuj në duar. Ata bën këtë ditë edhe më të bukur. Recitim, këngë e valle, e tyre sollën një atmosferë të ngrohtë dhe festive për të gjithë ne. Përshëndetje. Spari përshëndes artistët e mrekullueshëm. Mandej fëmijët këtu që janë prezent, prindërit, të gjithë mysafirët që janë, zonja dhe zotri, sigurisht që për ne është një ditë historike, ditë shumë e ndritshme e historisë sonë. Ku besoj që ne si institucion, si komunë e Strugës, dhe të vazhdojmë traditën në aspekte shumë dimensionale, duke festuar këtë ditë, duke përcjellë të gjenerata të tjera si tradite që duhet të tregojmë se kjo ditë ka qenë historike në vitin 1908, një ditë që ne për fat mirë ka qenë edhe dita ku alfabeti jonë me gjuhët, me shkronjat latine tani i shijojmë dhe kemi ndër alfabetet më të mirë të gjithë rruzullit toksor. Unë mendoj që kjo traditë duhet vazhdoj dhe bashkë me ndryshimet që kemi nisë në komunën e Strugës, të filloj dhe të ndryshoj edhe manifestimet e këtilla, duke ndarë edhe një mundësi ose duke investuar më shumë në këtë aspekt, në traditën, në manifestimet të ndryshme, jo vetëm në ditën e 22 nëntorit, si që festojmë ne, por edhe në ditë të tjera të kulturës sonë, sepse kjo është një faqja më e ndritur e kombit tonë. Unë nuk do të flasë shumë, sepse sigurisht këto kam përgatitur akademi për ditën e rëndësishme tonën, më dëshiroj që këtë dita festojmë me shëndet, me jetë të gjatë dhe suksese në jetën tuaj. Faleminderit shumë. Ky vendim ishte shumë i rëndësishëm, sepse na bashkoi si kombë dhe na dha gjuhës shqipe një formë të përbashkët. Falë rilindasve tanë, ne sot mund të lexojmë dhe të shkruajmë në të njëjtin alfabet në të gjitha trojet shqiptare. Prandaj më 22 nëntor ne nderojmë punën, sakrificën dhe vizionin e tyre. Kjo ditë na kujton sa e rëndësishme është gjuha jonë dhe sa shumë duhet ta ruajmë edhe ta duam. Zotri
flamur shkap, o vënd e vatër, o nan e bab, lagur me lot, djegur me flag, flamur i kuq, flamur i zi, forte shkambi t'mer tirani, s'të trendot romani, as veneciani, as sërb dushrani, as turk sultani, flamur i madh për Vegjëllina. Flamur që lind shën Konstantinin, pajton islamën dhe krishtërimin, shpall midis peve vllazërimin, flamur bujar për njerëzim. Me Skënderbej u lavdërove dhe në furtun i fundmi u shrove, me malon prap lart vrapove, yll i pavdekur për lirim. Sa shpesh pastaj për dhe u shtrive, me zjarë e zi, undeze, undzive, po qdo mizor me shpat e grive, o fushë kuq, o shka bëzi, për pjetë prije Shqipërinë, për lindja shpirtin dhe fuqinë, djelë për vëllanë, yrnet për fqinë, për botën ëndër e qiell i ri. Si një lubi me trup të gjatë, e rësir në tokë shpërndan, me kuran, por dhe me shpat, në kom që ndron shteti islam. Vetëm mjeku kishte për herë në të gjithë tokën e arbërisë, por një popull s'mund të flerë, gjumin e rënë të perandorisë. Por si Zot që fole nuk kanë të larguar nga Momodheu, por të i brigjeve shpirti u qanë kur kujtojnë Skënderbeun. Bitë e kombit kanë mërguar, ditën prisnin të vites gjimi, i djegmalli që s'ka të shuar, në përvargje shkruan na imi. Po i vite fundi perandoris dhe patriotët bashkim kërkonin, por vallë, kush do të qëndiste aty në flamur një shqipojnë në të
të shtetit. Struga gjithmonë ka ditur të festoj me krenari ditët e nëntorit. Edhe këtë vit, qyteti tregoi se vlerëson kulturën, gjuhën, traditën shqiptare. Fëmijët dhe të rinj që morën pjesë janë dëshmia se gjuha dhe kultura jon po trashëgohet me dashuri. Kryetari i komunës falenderoi të gjithë organizatorët, mësuesit dhe prindërit që mbështetën këtë aktivitet. Ai theksoi se java e nëntorit është një mundësi për të bashkuar komunitetit për festat, identitetit ton dhe për të forcuar lidhjen mes brezave. Le të vazhdojmë çdo vit ta festojmë 22 nëntorin me krenari dhe dashuri. Si dhe java e nëntorit do të vazhdojë deri në 28 nëntorin, pothuajse çdo natë me aktivitete kulturore.